Premtimet për një platformë të re, më të avancuar dhe funksionale të e-Albania janë shndëruar në një makth për bizneset dhe ekonomistët shqiptar. Përtej fasadës së modernizimit, sistemi po rezulton jo funksional, duke shkaktuar kaos në administrimin e detyrimeve ditore dhe duke e kthyer përmbushjen e procedurave ligjore në një proces tejet stresues. Ekonomistët raportojnë se platforma nuk lejon aksesin në sistemin e faturave, gjendjen e arkës apo shkarkimin e kartelave të pasurisë. Bizneset të cilat janë ndër më të prekurat, e kanë të pamundur të aplikojnë për regjimet e përpunimit aktiv apo pasiv, ndërsa procedurat për leje ndërtimi, njoftimet për punime apo akt kontrollin janë totalisht të bllokuara, pasi sistemi nuk ofron as dritaren për ngarkimin e dokumentacionit. Përpallë këtij paralizimi, bizneset rrezikojnë penalitete për shkak të skadimit të afateve ligjore, për të cilat nuk kanë asnjë mundësi teknike të veprojnë. Madje, edhe të drejtat bazë të punonjësve, si marrja e raporteve mjekësore apo bar lindjet janë bllokuar. Për më tepër, financierët që menaxhojnë disa subjekte raportojnë një defekt serioz teknik, ku platforma nuk e njeh ndërrimin e NIPT-it, duke i mbajtur ata të kyçur në llogarinë e subjektit të mëparshëm, gjë që krijon konfuzion dhe gabime të mundshme. Ndërsa Agjencia Kombëtare për Shërbimin e Informacionit vazhdon të insistojë se sistemi është në rregull, për ata që punojnë çdo ditë me platformën, realiteti është krejtësisht ndryshe. e-Albania është shndëruar nga një mjet lehtësimi në një pengesë të madhe që po vë në pikë pyetje ecurinë e operacioneve të bizneseve në vend, duke shtuar nevojën për një ndërhyrje urgjente për rikthimin e funksionalitetit të plot.